E keni pa deklaratën makabre të ministres Vučićit, Snježana Paunović, që ka thënë po t'isha në vend Miloševićit në vitin 98 do ta kisha pastru komplet Kosovën etnikisht, pra do i kisha vrarë gjithë shqiptarët. Në të njëjtën ditë që kjo Snježana ka bërë këtë deklaratë makabre, Edi Rama flet për televizionin e Beogradit dhe lavdron Aleksandar Vučićin. Asnjë gjë rastësi. Po çfarë thot Rama që i lavdron Aleksandar Vučićin? I kisha lutë edhe gjithë ato që do ndjekin videon, mos ngjoni vetëm 1 minutë, 2 minuta, po dëgjojeni videon deri në fund, futuni, kontrolloni në Google, se shqyqyr zotit dini tani me përdor telefona derisa hyni mshani mua, kështu dini edhe me shkruaj, edhe shkruani atje deklaratat e Ramës për Euronews Serbia. Edhe do ta kuptoni atje vetë. Në një deklaratë në ditën që ka fol kjo Snježana, ka fol edhe Edi Rama për Euronews Serbia, edhe ka thënë ndër të tjera, përveç se ka fol mirë për Ballkanin e hapur, ka lavdru në mënyrë të paparë Aleksandar Vučićin. Unë po e lexoj tekstualisht çka ka thënë Rama, e kanë botu dhe mediat e atij, nëse s'dini anglisht, ta shihni te faqja Euronews Serbia, kur ka fol për Ballkanin e hapur, ishte një ide e tmerrshme vetëm për arsye, thot, se unë dhe Vučić ishim pas saj. Pra Ballkani i hapur e konsideron Rama ide të keqe, se gjoja vetëm për shkakun se s'mduan mu dhe Vučići. Nëse do hiqinin në emrat tonë, thot, dhe do i zëvendësonin, themi, pjesë të tjerë, me 5 të tjerë, do të konsiderohej një ide e shkëlqyer. Kështu funksionon gjithçka në Ballkan. Ky flet sikur është kryeministri i Parisit. Pra flet për një vend atje që ky e njeh, e ka lexu, edhe kështu flet për Ballkanin, kështu flet për Shqipërinë. Në të njëjtën intervistë, Rama ka folë dhe ka thënë që Vučićin unë e konsideroj partner të vështirë. Pra gjoja që unë kam marrëdhënie shumë të mira me atë, por është partner i vështirë. Pra i jep vlera Aleksandar Vučićit, ish ministrit propagandës së Miloševićit, kasapit Ballkanit, njeriu që ka vrarë gra, fëmijë edhe të moshuar në Kosovë. Pra, shumë interesante se si ky koordinim perfekt, ditën që Rama del edhe thot që Ballkani hapur të hiqni emrin tim edhe Vučići do ishte ide e jashtëzakonshme, është ide e shkëlqyer, del Snježana Paunović edhe thot që unë do i kisha shu të gjithë shqiptarët. Kjo është ministre. Pra është ministre e Vučićit. Është akoma në detyrë, nuk e ka shkarku. Nuk ka akoma asnjë deklaratë nga Aleksandar Vučić për të kërku falje. Nuk ka shkarkim jojo, që në raste normale do t'ishte shkarku urgjentisht. Minimalisht Rama, po t'ishte që mbron interesat e shqiptarëve, duhet kishte kërku mikut vet, vllajt vet, Vučićit, ti kishte thënë që shkarkoje urgjentisht, për hir të marrëdhënieve, për hir të bashkëpunimit,
duhet ta shkarkosh. Rama jo vetëm që nuk ki ka thonë Vučićit ashtu, por nuk ka reagu as vet. Nuk ka reagu Edi Rama për këtë deklarat, ka bëjnë deklarat qesharake Ferit Hoxha. Ky pas si kofini pas të vjelëva, pas reagimit Bashkimit Evropian, atëherë ka reagu edhe atëherë ka reagu dhe kjo Ministria jon e jashtme. Tani pse ndodh kjo? Kjo ndodh nuk është rastësore. Të dy kanë folë si ministra të Vučićit, edhe Edi Rama ka folë si ministër i Vučićit. Hiqini tani ndasit e hiqeni dashurit për Ramën, nëse jeni shqiptar, kushdo që më ngjon, po them për pjesën e këtyre trushplarëve që janë të fiksuar mas Ramës edhe mas partisë. Pandeli Majko e ka dënu ashpër këtë, se ka qenë kryeministri i luftës, siç njihet, të Kosovës, është edhe me nënshtetësi kosovare. Spiro Pale e ka dënu, kujton gjithë e kanë dënu, pra nuk është çështje më partijake kjo, po është çështje nacionale. Është çështje patriotike, pra Rama bosi patrioti i madh. Tani pse si ka mundësi që del edhe deklaratat e atij pasohen nga deklaratat e ministres së Vučićit, që thotë unë do i kisha shkri komplet shqiptarët, do i kisha vrarë gjithë. Nuk e ka dënu edhe Rama vet kur është kërku një rezolut për dënimin, për ta quajtur genocid dhe dënimin e genocidit, rezolut në Parlamentin e Shqipërisë, nuk e ka bë. Nuk ka pranu. Se tani historia flet për çdo gjë dhe çdo gjë është e shkruar. Luftën e Kosovës e kanë quajtur gjitha vendet, pothuajse edhe Rusia e ka quajtur atëherë luftë genocidale, masakër. Ndërsa kjo është zonja, del edhe thot, unë dhe i kisha vrarë gjithë. Është ministre, se këtë po kërkoja tani, po kërkoja këtë është ministre administratës publike dhe vetë qeverisjes lokale në qeverinë e Serbisë, Snežana Paunović. Kjo që i ka bë deklaratën. Pra, pas lavdrimit që i ka bëj Edi Rama Aleksandar Vučićit, që ka folë si ministër i Aleksandar Vučićit, se të thush që Aleksandar Vučić është partner i vështirë, po për Ballkani i hapur ishte një ide. Ballkani i hapur ka qenë një ide anti-shqiptare totalisht. E kanë thënë edhe studiues perëndimor këtë gjë. Ka qenë totalisht anti-shqiptare, ka qenë për t'i dhënë peshë edhe më të madhe ekonomike dhe politike Serbisë, Beogradit. Ballkani i hapur përjashtoi Kosovën në bashkëpunim Rama-Vučić dhe Rama del edhe e lavdron atë sikur një ministër i Vučićit. Dhe menjëherë pas kësaj, pas lavdrimit që i ka bërë Rama Vučićit, del edhe Snežana në thot këta kanë dash vrarë gjithë, thot Snežana. Po ka bë gabim Miloševići që si vrau. Të kesh mik, të kesh bashkëpunëtor të ngushtë, të kesh partner të afërt Aleksandar Vučićin, minimalisht do të thotë se je, nuk po them anti-shqiptar i tërbuar, se e ka thonë edhe ai që është, e ka thonë ai ç'është ai studiuesi zviceran, që tha Rama është kryeministri më i mirë i Shqipërisë pas Pashiqit, atij që ka zhvillu teorinë për shfarosjen e shqiptarëve. Por i heqim këto, mos t'i futemi këtyre, po duhet jesh i kapur diku keq nga Vučići që të flasësh si ministër i tij. Edhe të mos dalësh ta dënosh me urgjencë deklaratën skandaloze të një ministre shumë të rëndësishme të kabinetit atij. Pra, përveç kësaj që nuk duhet ta kishe mik fare Vučićin, sepse ka qenë njeriu i propagandës së Miloševićit, ka qenë njeriu që ka tentuar të mbulojnë krimet e luftës, të mbulojnë vrasjen e fëmijëve, vrasjen e pleqve, vrasjen e grave, vrasjen e civilëve të pafajshëm,
gjatë spastrimit etnik të Kosovës 98-99. Dhe pse edhe shoqëria jonë ka një çik probleme me këto, me të kuptuarit e kësaj, ka shumë njerëz, është një brez i ri që e ka dëgjuar edhe thjesht e disin në mënyrë folklorike që Kosova ka heq keqe kujtun në Shqipëri, por nuk e njohin mirë. Është një libër, Reçaku, historia e një krimi lufte, e ka shkruar ambasadori William Walker. Ka qenë njeriu që ndërkombëtarizoi pastrimin etnik, genocidin që po ndodhte në Kosovë. Është një libër që nuk e gjen në Shqipëri, unë kam kërku 1 muaj e ca, nuk e gjen. Një libër që duhet ishte jo vetëm në raftet e çdo librarie tregtare private në Tiranë, por duhet të punohej, se ky gjoja ka bërë dhe mbledhje ndërqeveritare me Kosovën, mbledhjet e përbashkëta, janë zero efekt mbledhjet, edhe ajo abetarja e përbashkët që kanë bërë këta, janë zero efektet e bashkëpunimit ndërqeveritar Shqipëri-Kosovë. Ky libër duhet ishte një nga temat e diskutimit të dy qeverive dhe të bëhej lëndë shkollore me zgjedhje, nuk po thënë bëhej lëndë detyrueshme, po të bëhej lëndë me zgjedhje në arsimin 9-vjeçar në Shqipëri. Ky libër që është dëshmi e njeriu që fal të cilit sot Kosova është e pavarur. Se siç e thotë edhe vet Walker këtu, nuk kishte asnjë plan për të shpallë pavarësinë e Kosovës. Në rast se kryetari i misionit faktmbledhës të Kosovës, i OSBE-s, i dërguar nga OSBE-ja, nga 54 vende sa janë antar të OSBE-s, një pjesë e madhe e vendeve të botës, mes tyre dhe Rusia, nuk do të çonin këtë mision faktmbledhës në Kosovë dhe ky burr nuk do të dilte në konferencë shtypi edhe ta deklaronte që kjo që po ka ndodhur në Reçak, ka ndodhur një masakër ku kanë vrarë 45 civil, ushtria serbe, gjatë një nate, i ka vrarë, u ka gjymtu kufomat edhe i ka hedh në përprajet e fshatit, gjatë cilën për fatin e madh ka shku Walker me ekipin e tij të asaj kohe dhe i ka identifiku, i ka pa që janë ushtarë të UÇK-s, edhe ka bërë deklaratën e famshme që ngriti në këmbë perëndimin dhe solli bombardimin e NATO-s në Kosovë dhe Kosova nga kërkesa për autonomi edhe për përpjekje diplomatike për t'i dhënë autonomi Kosovës shkoi në pavarësi. Prandaj ky libër duhej që të futej në kurrikulat e shkollës si lëndë me zgjedhje në Shqipëri. Që rinia shqiptare, fëmijët shqiptar tonët, ta mësojnë edhe ta dinë se çfarë ka bërë Serbia, jo për urrëtie, ky nuk mbjell ky libër, sidomos ky libër, sepse mund të ishte një autor shqiptar, prandaj po rekomandoja këtë. Mund të ishte një autor shqiptar dhe ndoshta do ishte subjektiv. Po ky libër nuk mbjell urrëtie. Është i balancuar. Pa Walker ka bërë përpjekje të jashtëzakonshme të jetë i balancuar me këtë libër për historinë që tregon, por është aq makabre spastrimi etnik i Miloševićit në Kosovë, vrasja e fëmijëve, grave, pleqjve, civilëve të pafajshëm, shpërngulja nga prona, nga toka e tyre, saqë nuk ka pas ç'a bën, edhe ka dalë ka bëu atë deklaratë që sapo e thash. Ky libër duhet ishte detyrim në shkollë. A mund ta bëjnë këtë një kryeministër që thot se unë kam partner Vučićin, se Ballkani i hapur ishte ide e shkëlqyer, por vetëm pse e thash unë edhe Vučići, ata na sulmun. Pra e qunë që këto ide gjeniale që i vinë nga Rama dhe nga Vučići sulmohen. Të dy kanë po bëjnë nga 15 vjet në pushtet. Pra, domethënë nuk e di pse kush i sulmon këta, se po t'ishte për t'i sulmuar këta nuk do ishin pushtet asnjëri. Dhe
Del Rama edhe lavdron Vučićin. Del ministrja e Vučićit, Sanezhana, edhe thot, ne do t'i kishim vrarë gjithë ata. Pra, akoma nuk është shkarku, akoma nuk ka një deklarat nga Edi Rama që ta dënojnë retorikën e saj, akoma nuk ka një mas të marrë nga miku i Ramës që t'i thot tërhiq deklaratën, kërko falje publike. A nuk duken këta Sanezhana, Paunović edhe Edi Rama identik si ministra të dy, si ministra të Aleksandar Vučićit? Shifni deklaratën e asaj, shifni deklaratën e Ramës për Ballkanin e hapur dhe lavdrimin që i bën Vučićit. Ju kisha lutur shumë ta lexoni këtë libër. E kam një kritik për këtë se kishte marrë pjesë te promovimi i librit Albin Kurti, edhe e kishte rekomandu si libër. Pra e ka rekomandu, e kam gjuhë dhe njëherë diku jashtë, ku ka shku jashtë në diasporë, në takimet e diasporës, edhe ja rekomandon të diasporës, se bëdhe Albini ato mas legendliqet e veta, pavarësisht se nuk krahasohet me Ramën, po bën ato legendliqet e veta, që nuk insiston herë para të ky do fut libër detyrimisht, edhe po se futi Rama në Shqipëri, do fut në Kosovë, si lëndë me zgjedhje për nxënësit e Kosovës, se po rriten breza dhe atje që i kanë harruar siç e kanë ndodhur në luftë, edhe dal nga dal me këtë lloj propagande, me këtë lloj maskareshi, vinë në kry her pas here Shqipërisë e Kosovës, zhduken gjitha këto masakra, gjitha këto krime që kanë ndodhur me një popullsi të pafajshme dhe të pambrojtur. Shekullore është, por të paktën flasim për 98-99. E kritika që kisha për Albinin është se e kanë përkthy shumë keq librin. E kanë përkthy jashtëzakonisht keq, edhe kjo nuk i falet Albinit që mahet si erudit i madh, si lexues i madh që është, intelektual i madh është, sigurisht nuk them që s'është, por këtë libër duhet kërkojnë një ribotim edhe një përkthim shumë më të mirë se sa e kanë bërë, se e kanë bërë shkele shkollë. Pastaj të ngrihen dhe ta bëjnë lëndë shkollore me zgjedhje, shkollë 9 vjeçare këtu edhe 9 vjeçare, 8 vjeçare që e ka Kosova nuk e di. Kjo pra është fatkeqësia e jon, se siç tregon Walker, edhe gjatë kohës luftës së Kosovës ka pas shumë shqiptar të Kosovës që bashkëpunojnë me regjimin e Miloševićit. Pra ne marrim qafë veten tonë. Por ato kanë qenë raste varet historia e komplikuar e bashkëpunimit, se kanë qenë pushtet me Serbinë, kanë pas përfituar, kujton gjitha me radhë. Po fatkeqësia e madhe është që na kemi për kryeministër një njeri që nuk çan kokën fare për Kosovën. E ka bë për propagandë, e ka bë me leje, e ka bë me marrëveshje të Vučićit, fjalën që i ka thënë Beograd atëherë, që Kosova është e pavarur e kështu. Ata e ka bë ka stile për ta përdor si mburoj të maskaralliqeve që ka pas nërmen me bë me Vučićin. Ballkanin e hapur, u ambushi mendjen në ish ushtarakëve të UÇK-s, këtij hashimit me shok që të votojnë gjykatën speciale, edhe sot ata janë prej 5-6 vitesh janë në Burg, në Hag, janë iniciativat e Edi Ramës këto. Pra janë, si thush, Edi Rama ka qenë kali që ka marrë përsi për barrën për t'i bë këto punë, por ideatori i këtyre sigurisht është Vučići. Gjitha këto maskaralliqe për t'i fsheh masasa, sa herë ta kritikojnë njerëzit, tak do nxjerrin atë video në Rama, është i pari kryeministër që i ka thënë Beograd kështu e i ka thënë ashtu. Edi Rama është me zë dhe figurë, mrena 24 orësh ka fol një lloj si ministër i Aleksandar Vučićit, një lloj si ministri i atij, Sanezhana Paunovići. Shifini këto,
Shifini pse nuk reagon, do të kishte reagu flak për flak ai Edi Rama. Do të kishte reagu flak për flak, do t'i thoshte Vučićit tërhiqje nga kabineti atë, do të thërriste ministrin, atë ambasadorin Jugoslav, serb që është këtu në Tiranë, do ta thërriste për shpjegime, e tjera, një shtet serioz, Biles do ta kishte dëbu derisa të kërkonte falje Serbia. A e bëj Edi Rama këtë? Shifni, identik, Edi Rama, Snežana Paunović, të dy kanë folë si ministra të Aleksandar Vučićit. Kush i erdhi deri në fund videos, shpërndajeni dhe bëjeni dhe kështu subscribe ose ndiqni kanalin si është kjo. Mirupafshim.